Tash ty o Muhammed, alayhi salatu wassalam, ku që zbret që ajo sura, apo një surë të cilën mes tjerave, ceket edhe gjihadi, lufta, të tani i sheh, ata të cilët në zemrat tyre kanë sëmundje, kanë nifak, kanë munafiki, hipokrizi, dëftërsi, kufër, nifak e kufër, por imbuluar, hiqja ka pakin, hiqja të ishëm del kufër ajo, vesë zbulej del kufër, por kufër imbuluar, i thuhet nifak. I shef ata të cilët në zemrat e tyre kanë nifak, në zemrat e tyre ka smundje, pra ka nifak, ka hipokrizi, këshyrin tyje me besht synet, kështu tinza, sikurse një njeri i cili e humb koncentrimin e shikimit apo fokusohet në një send në agoni të vdekjes. Me po, një aprus zotin po njeriu ka vdes, edhe me qëllu të rasisht atë. Jo të gjithë, sepse vdekja se vjen njëjtë njerëzve të gjithëve. Dhe ka mësi njeriu është të bisedu, është të bëllaf, ose të honra, të pija. Dhe për momentin, çdo sa ndërpritet, edhe shikon nga njëra anë, ose ka tjetër dhe fokusohet më, nuk i mbyll syt, fokusohet në një vend, edhe sikurse ka panik. Agonia e vdekjes, peshem e ilaçit. Kaj me fillë agonia e vdekjes më. Allahu po e ngjason ta munafik të cilët atë qëmë, veç kur përmendet lufta, si li më shku, halë se shku, as janë nis, as në të luftës ta, po veç kur përmendet lufta në këto ajete kuranore, ta e këshyrin pejgamberin si kurse një njeri i cili ka fokusuar syt në diçka kur është në agoni të vdekjes, pra si hutuar, për frigjes, për për urrejtjes, e urrejnë gjihadin, i urrejnë punë të hajrit, pa lëpt jo deri tash atheshit, kish për nas bërit zotin neve, ndo një surën të cilën përmendet neve në përmendën të gjihadi, na me kallëzu Zotit se jena burrat me burrat mira. E çka keni pas për qëllim pra? Çka erdhi, po Allahu pja përshkruan gjendjen e tyre. Më e mirë do të ishte për ta që të thonë semi'na wa ata'na. Kemi ndëgjuam o Zot dhe me njëherë e zbatojmë. Sepse kështu thënë besimtarët. Besimtarët e çdo send çka të urdhëron i madhi Zot në dinin e tina, ata thënë semi'na wa ata'na. Semi'na dëgjuam e kuptuam, wa ata'na me njëherë ne futu praktik. Ama me njëherë asje diskutojmë atë punë. Të mirë ata të mirë të cilët njëherë lypin gjihadin, lypin të ngarkaj Allah me ajete me dispozita që ka të ndetyra, ka punë, ka obligime, e pastaj mënohen me hezitue me ike më shmange të mirë ata të mirë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وتركهم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقه واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد
Falënderojmë Allahun e madhruar te bareke ve taala, që shi për këtë lartë madhërisë së tij. Salavat dhe selam i dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, familjes së tij, shokëve të tij, dhe të gjithë atyre besimtarëve dhe besimtareve, muslimanëve dhe muslimaneve, të cilët kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën e atij burri të madh derisa të kësaj dite, dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj të nderuar, rikthehemi sërish në tefsirin, komentin ajeteve koranore, atje dhe ku kemi mbetur para muajit të bekuar Ramazan, duke lutur të madhën Allah Azza wa Jall që na ketë pranuar agjerimin dhe punët e tjera, adhurimet e tjera të hajrit të cilat i kemi bërë gjatë atij muaji të bekuar. Të kemi dalë për Ramazanit të amnestuar, të kemi dalë për Ramazan të amnestuar nga zjarri i xhehenamit, ja Rabbil Alamin. Kemi mbetur në surën e Muhammed dhe atë dhe rikthehemi më konkretisht në ajetin 20, 21, 22 dhe 23 të kësaj sureje të bekuar. Ku i madhi Allah Azza wa Jall, pasi që ka cekur më lart në ajetet e lart përmendura më lart gjendjen e munafikut, jo besimtarit, por edhe të muslimanit të udhëzuar, ka cekur gjendjen e tyre kur i dëgjojnë ajetet të cilat flasin për njohurinë e Allahut, për tauhidin e Allahut, për ringjalljen, për llogaridhënien dhe për baza tjera të dinit islam, se çfarë qëndrimi marrin ata kur të lexohen atyre këto ajete koranore. Tani në vazhdim ceki gjendjen e këtyre njerëzve, musliman, munafik dhe musliman, kur zbresin ajete apo sure të cilat flasin për dispozita praktik. Ajo më lart për iman, për besim, për akide. Kjo në praktik, me theks të veçantë, kur përmendet apo kur u obligohet atyre lufta, e që është vepër praktik, veprim praktik dhe shumë i rëndë. Se si gjindën, çfarë veprojnë njerëzit karashiktimin e dispozitave të madhe të Allah Azza wa Jall, apo këtyre ajeteve koranore, që thot Raziu. Apo thon ndryshe, kjo është një fillim i përshkrimit, pra këto ajete në fillim i përshkrimit të gjendjes së besimtarëve për gatishmërinë e tyre, për të bërë krejt çfarë kërkohet prej tyre, për me ngritur dinin e Allahut Azza wa Jall, qoftë edhe për të luftuar. Në anën tjetër, cek mos nga dëshmërinë, hipokrizin e hipokritëve, munafiqllokën e munafikëve, të cilat kur janë teron, flasin, deklarohen se jena dikushi, se qatë në thotë Zotin i bojna, qatë në ordhëron pejgamberin e veprojna, e pastaj kur vijnë ajetet koranore dhe ordhërohen për xhihad, ordhërohen për punë të rënda, i mbyllin syt, tërhiqen, mundohen me justifiku, andej e këndej, e urrejnë punën e madhe, punën e hajrit, e urrejnë dinin e Allahut Azza wa Jall. Siç thot Ibn Atiyya dhe të tjerë. Pavarësisht kësaj, shkojmë të ajetet koranore, të shohim se çfarë na thot i madhi Allah te bareke wa taala. Ma'udhu billahi minash shaitanir rajim. ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة. Dhe thonë ata të cilët kanë besuar, sikurse të na kishte zbritur neve një sure. Thonë ata që kanë besuar, besimtarët, po në kuptim të përgjithshëm, futen edhe ata të cilët pretendojnë se janë besimtar, e që janë munafikët. Thonë ata, thonë besimtarët, leula unzilet sure, leula unzilet sure, sikur sot na kishte zbritur neve një sure, kanë për qëllim sure, ajete koranore, në të cilën ceket në të lufta. E mi tregon nga Zotit tonë se ne jena të gatshëm me bërë çmas për dinin e Zotit.
Tani këto njerëz ndahen dy pjesë. Ata që janë musliman hakikat, e vërtet që muslimani nuk ngopet prej punëve të hajrit. Nuk ngopet besimtari prej punëve të hajrit. Ai mund të lodhet fizikisht, por shpirtërisht nuk ngopet, nuk dëshpërohet. Sa më shumë që të punoj punë të hajrit, ai lip hala më shumë punu punë të hajrit, lip hala punë tjera. Pra, është shumë normale për sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët e besojnë Zotin hak, pejgamberin hak, Kur'anin hak, e që Kur'ani është duke i zbritur aty në ende. Ditën e gjykimit hak është shumë normale për gjendjen e tyre që njofumni ata, që ata të shpresojnë e të lypin hala më shumë diçka prej Allahut. O Zot, na fornizo, na zbret dispozita, ahkam, po dhe luftë kundër dëshmanëve tonë, se na ka mbro shpirtin qëto. Edhe vërtet ata kishin hjek pe dëshmanëve tyne, pe paganëve shumë kishin hjekur. Andaj, sikur se po dojmë në thonë, ne jena të gatshëm. Zoti jonë, nëse të na legjitimon gjihadin, ne jena të gatshëm për me qut dinin tënë përpara, lartë, dhe me fitu sevapet të edhe më ngrit, me fitu razin tëne, po mbi gjitha dinit me jesë përpara, ne jena në gjendë me liftu. Kjo është imam, ti në obligon në Zot. Ne i kryje, i që e në vend. Kështu është normale, kështu që normale për besimtarë, po nuk ka normale për munafiket. Ata i thënë të fjallë, ama se thënë në zame. Po të jo vetëm luftën gjihadin, po dhe Ramazanin, po dhe namazin, po dhe sadakane, po dhe zeqatin, po dhe haqin, punë të tjera që janë shumë më të lehta se sa gjihadi, ata thojnë mirë si vjen Ramazan, ose lumet na që kemë Ramazan, ose edhe ndoshta qohen hajnë eftar dhe këmë njerëz në sëfer, nëse s'kanë qare pa që shkak të familje se për ndryshe, ose kur janë vetë i grahin e prishin. Sepse synimi tyne është dashmë dokë para muslimanëve se jena musliman. Pra jetët e përshkruhen gjendjen e munafikëve, Allahu na ruajt. Gjendjen e munafikëve përballë dispozitave të shariatit. Po, edhe të besimtarët vërtet, ama më shumë gjendjen e munafikëve. Pra, ata thojnë me gojat e tyne, sikur se shpresojmë, sikur se Allahu na kishte zbrit në një surën të cilën kanë të legjitimohet gjihadi, lufta në rrugën e Allahut për të luftuar dëshmanët të cilët na kanë bërë këtë dhe kanë dëbu për Mekës në Medinë dhe e tjerë. E Allahu vazhdon thotë: "Fa idha unzilet suratun muhkamatun wa dhukira fiha al-qital." Dhe kur u zbret atyre ndonjë sure e Kur'anit, në të cilën ceket qartazi dispozita e Kur'anit, në ka këto të anulluar kur gjë shumë e qartë, ceket u dhukere fiha al-qital. Dhe në këtë sure, për pas ajeteve tjera në këtë sure, për pas ajeteve tjera, ceket edhe luftra, pra o ju njerëz, e keni bërët më që me mbrojt vatanën e ju, me mbrojt dinin e ju, me luftu armikin e ju e të tjerë. Lufta, me kuptimin e fësajt plot, luft. U dhukere fiha al-qital, e lëpt ju po, dhe ku tash kur zbret, ja kërkut, ta shofëm tash qëndrimin e juaj dhe primin e juaj. Ra'ayta alladhina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nadhara al-maghshi alayhi min al-maut. Tash ti o Muhammed alayhi salatu wassalam, ku të zbret që ajo sura, por një surë të cilën mes tjerave ceket edhe gjihadi lufta, të tani i sheh ata të cilët në zemrat e tyre kanë sëmundje, maradun, shakkun, nifakun, ata të cilët në zemrat e tyre kanë sëmundje, kanë nifak, kanë munafiki, hipokrizi, dëftërsi, kufër. Nifak e kufër, por i mbuluar. Hiqja ka pakin, hiqja teshën, del kufër ajo, vesë zbulej, del kufër, por kufër i mbuluar, i thuhet nifak. I shef ata të cilët, në zemrat e tyre kanë nifak,
në zemrat tyre ka smundje, pra ka nifak, ka hipokrizi, yandhuruna ilayka, këshyrin tyje me besht synet, kështu tinza, sikurse një njeri i cili e humb koncentrimin e shikimit apo fokusohet në një send në agoni të vdekjes. Mja për Zotin po njeriu ka vdes, edhe me qëllu të rasisht atë. Jo të gjithë, sepse vdekja se vjen njëjtë njerëzve të gjithëve. Dhe ka mësi njeriu është të bisedu, është të vëllaf, ose të honra, të pija. Edhe për momentin, çdo sa ndërpritet, edhe shikon nga njëra anë, ose ka tjetër dhe fokusohet nuk i mbyll syt, fokusohet në një vend, edhe sikurse e ka paniku. Agonia vdekjes. Pesha me ilaçet. Shkoj me fillë agonia vdekjes mo. Allahu po e ngjason këta munafik, të cilët atë shumë veç kur përmendet lufta, si li më shku, hale se shku, as ja nis, as të luftës ta. Po veç kur përmendet lufta në këto ajete kuranore, këta e këshyrin pejgamberin sikurse një njeri i cili ka fokusuar syt në diçka kur është në agoni të vdekjes. Pra si hutuar, të hutuar, për frigjes, po dhe për urrejtjes, e urrejnë gjihadin, i urrejnë punë të hajrit, pa lëpt jo deri tash a thëshit, të kishme na zbrit Zotin neve ndo një surën të cilën përmendet neve në përmendën të gjihadi, na me kallëzu Zotit se jena burrat mira. E çka keni pas për qëllim pra? Çka erdhi? Po Allahu pja përshkruan gjendjen e tyre. Pra sikur sa i cili ka frikë vdekjen. Fa awla lahum ta'atun wa qawlun ma'rufun. Më e mirë do të ishte për ta që të thonë semi'na wa ata'na. Kemi ndëgjuam o Zot dhe me njëherë e zbatoj. Sepse kështu thënë besimtarët. Besimtarët e çdo send çka të urdhëron i madhi Zot në dinin e tina, ata thënë semi'na wa ata'na. Semi'na dëgjuam e kuptuam, wa ata'na me njëherë ne futëm praktik. Ama me njëherë asqë diskutojmë atë punë, se punë në Ramazanit. Po çka lodhen muslimanët që 15 sheko, çka lodh muslimanët, jo njëherë kallëzëm të mu si hoxh, ose si imam, ose si daves, tërgami të mu me listë, ranë 20-30 urtësit Ramazanit, edhe pse one do të me agjeru Ramazanin, dhe cilat janë të mirat që marrën e për dynja i kam nëse agjeroj, dhe cilat janë të mirat ahiretin nëse agjeroj, po tërgami tani mu edhe pasojat me bo në mos me agjeru. Shka ndodhë të musliman shto? Ja, ma qëfar. Ose, a bënë falë sabaj ma si të li djeli bre se herë për nabje sabaj për të në më quë, për do të më nejtë natën shumë, pasa apo a bënë verës me bëtë 3 vakte, e dimit nashtë të rrinë 5, po verës bile se po ka punë. Zbë vaki këtë musliman. Nuk bënë vakia. Musliman të thonë, semi'na wa ata'na. Po kështu nuk thëjmë munafike. Allahu po thëtë, do të ishte më mirë për ta, për dënja dhe për aheret, sikur se të thonin ata, ta'atun, ne i respektojnë, wa qawlun ma'rufun, dhe fjallë të mira i që i bije semi'na wa ata'na, ndëgjuam dhe respektuam o Zoti jon. Ndëgjuam dhe respektuam o Zoti jon, o kryja mesele. Ka shkru me bëjt gjihad, të pëna urdhëran, ne kemi lyp, për mos për lyp heq, në obligove të, ne jam syna. Ne jam syna. Qka del e del? A është të rëndësishme me që urdhin të në vend po? Apo që të urdhin në vend për shka në Zot janë po? Tjera punë të vogla janë? Punë të vogla janë. Urdhin të me që në vend. Dinin të me që për para. Do të ishte me mirë për ta, për thëtë Allahu. Kjo është një kuptim. E që ta vërëzën Ibn Kathiri, shumë të tjerë. Kuptimi tjetër, fa awla lahum, kësaj fjallë awla lahum për në të jetit, është në lojlë, të mirët ata të mirët. Të mirët ata të mirët, të cilët
një herë lypin gjihadin, lypin t'i ngarkaj Allah me ajete me dispozita që ka të ndetyra, ka punë, ka obligime, e pastaj mënohen me hezetue me ike më shmange të mirë të ata të mirë pra të mirë, mënafike të mirë për shpirtin e vetë, nëse nuk tërhiqen nga kjo gjendje një fakut, e më këthyje me vepru si musliman të tjerë, e me thonë qautatun ve qaulun ma'rufun, tatun është respekt, qaulu ma'ruf është me thonë fjalë të mira, pas ka urdhëru Zoti po, elhamdulillah, çka të bëjmë për Allahut, mirë se ardh, fjalë të mira me thonë. E që favorizon Ibn Atije dhe Raziu dhe shumë të tjerë. E rëndësishme, Allah pra po i qarton rënd munafikët, të cilët një herë kërkojnë diçka, e pastaj kur t'ju vijë nga i madhi Allah, me çdo kusht mundohen me i ikë. Thot Allah për ta një vazhdim, fe idha azama al-amru, e tash më kur vije urdhri me luftu. Tash më vije urdhri me luftu. Hajde në burra, qonë armiku është që në ka ardhur, qonë burra bënë gati, sepse për në apret armiku, për në dalë betej. Fe idha azama al-amru, فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. E kur të vije koha e luftës, koha tamam praktiku, فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. Sikur sa ata të ishin sinqert në besimin e tyre, në imanin e tyre, në fjalët e tyre, në dashmërinë e tyre, sikur sa të ishin të sinqert. E me që në vend ata që i kërkan për tyne, apo a kërkan për tyne i madhi Allah. Apo kërkon aty në pejgamberi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sigur ta veproni gjatë të tillë dhe kanë khairan lahum, do të ishte shumë më mirë për ta. E qysh nuk është më mirë për ta me që fjalën e Zotit në vend? Qysh nuk është më mirë për ta me kry urdhën e Zotit? Fundja i ka thonë vetë musliman. A ke besuar Kur'anin? E çka mendove tani? A mendove ti që qata kanë aty me përqafu dhe me punu, e qasta kanë aty me lanë, apo qatë vije ambele lehtë, s'ka dërë për marë, qatë vije rënd e idhë, pe la pe largaj, po kësa nuk e dhe në islam. Kështu nuk ka në dinë Zotit, po në dinë Zotit ka edhe ashtu, edhe ashtu. Ka gjëra të cilat dvinë rënd, a nëpse fundin e kanë tamel si Ramazani, por i rand është Ramazani. E ta në kje i rand, nëse qëllën verës është halama i rand, po nëse personi me konstrukt trupit është i dëpt, dhe ka problem tretje në shqime, në gjume, halama i rand, po nëse ka punë në rand fizike dhe halama i rand, po dhe haqë është i rand, po fundi është i amel, ama pëse është fundi i amel, nuk dhe thë që të në veprat, këtë veprat në tërësia në të lehta dhe tëmla. Jo, dinë Zotit ka veprat. Për ata ju këto e sprova. E randë është me dhanë pasërinë të se në ka fitu me njërë, sa edhe ka punu ka 20 orë, ndoshta. Ku s'ka pas kohë me vite ndoshta, me pushu, e më relaksu, me grue, me fëmije, me meqe, me thonë trupit pusha. As natën, as ditën, të nga me punu, tash me dhanë që atë pasëri nuk është e lehtë me robi, nuk e thotë e ambel kësajna. Ani pëse fundi është të mëllë, pëse dhe prim nuk është e ambelaj, sepse njëfse u rejnë me dhanë pasurin që ke fitu me njerës, me dhanë tjetërit. Edhe kështu me radhë. Pra, po të bënë, fëllof sadekullahe, le kane khairin lehum, pëse kur sa ta, të ishin si të qertë dhejtë madhët Allah. Te e ke thonë me goj, po a me ndën që Zotë nuk e di që e ke thonë me goj? A nuk e di që e ke në zemër? Që edhe në praktik tash? Tërgëj Zotët të në qenë mi sinqert. Tërgëj Allahu të në qenë mi sinqert. Lekane khajre lehum do të ishte me mire. E qysh nuk është me mirë për ata me që urdhën e Zotët vetë. Se fundjes, pa thonë Zotët, sa në zbatë. Dhe kur thotë Zotët, dhe sunik apet. Për sunik. Ka dire Zotët sunik. Qa ka shkru, ka me të ndodhë, ndash me frikë, ndash pa frikë, ndash bëtër, ndash ikë. Luftën, paqen, shpejen, rrugë ku të që ti esh. Ata që ka shkru, Allahu ka me ndodhë e punë, është të kryrë të muslimant. Fehel asejtum, in të vallejtum, en të fësidu fil ardi, o të qatti'u arhamekum.
Razi ju thot, munafiqet, kur Allahu a bërë legjitim gjihadin, ata nuk ikshin për gjihadit, kështu thjesht po dënë me luftu se marrë, se po zbëllot hipokrizia tyne, se po bin keq para muslimanëve tjerë, por me gjetë një farallaj hile, justifikimi, bësh, këtë, dhe po thojnë ata, e qyshbe me luftuna. Pa që këm me luftojna? Arab, me ato ishen fisë arabe. Pa Arab, jenë fisët tona, e vlazën tonë. Në luft ka vrasje, jesën të një jetima, bëhet fesadë rëmujnë tokë, damët me dha, nuk ka hajre në luft, ka shkatërim, ka fesad, pastaj atë në vlazën tonë, ka shkëput e lidhës fare fesnore, qysh me bo vlavrasja me zveti, këta, qash burat mirë, po më dojnë më justifikuar nga kjo amë. E Allah i madhruar për përgjigjet me të njëjtën dëshim të tyre, apo të njëjtën formë. E po thot Allahu te barek te ala. Fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Po nëse ju zbrapsni për luftës. Çka prit atëherë për juve? Përpos që të bëni fesad në tokë. An tufsidu fil ardi, të bëni fesad në tokë. Nëse ju të rishni për luftës, qëka i për juve? Ju këni më këthim bë fesad. Këni me bë fesad në tokë. Ju pa thëni na pikën fesad, në fakt, që këve primi juve, është fesad. Pra nëse jo, in të vëllet, nëse të rishni për imanit, e që munafiku s'ka iman, pra nëse vazhdojnë në kufër, të rishni për imanit, për bindjes, për besimit Koran, për kryes në tyrave të Zotit, atëherë, ju këni më këthi, që këni me bë ju? Ju vërtet që atër këni bëhë fesad. Ju po pretendoni se me gjihad bëhet fesadi, në fakt me gjihad shuhet fesadi bëhet me gjendin e juaj nëse ju ktheheni në kufrën dhe shirk. Pse? Sepse më konkretisht tek arabës, tek Medinës, se këtë fjallë për munafiket e Medinës. Para se më ardhë pejgamberin e Medinë, respektivisht para se me ju hy islamin e për shtëpijat e tyne, dhe më bo musliman. Qëfar gjendje kishen ata? Të paqes, të sigurisë, i jasë njëherë. Pa ta ishin në kulminacion të vllavrasjes. Për ata Allahu a përmend, wa kuntum ala shafa hufrati minan nar fa anqadhakum minha. Pa ju keni qenë në stam, në cep në xhehenamit. Këni qenë ka shkatërroh një krejt, mës me met as një mashkull. Të vram me zveti për këtë, për një deve, 40 vite ka zati lupës dy kabileve, për një deve. Po ju s'kini lanë zez pa bojnë gjahiljet. Ka fesat më të madh se sa më që vllaznia më vram me zveti për një deve, 40 vite. Mërhakta. Ka fesad më të madh? Ka fesad më të madh se sa immoraliteti, e vjedhja, e vepra të këqija tjera të cilat i bënit ju, deri tek varrosja e fëmijëve të juaj, edhe atë për së gjalli. Ka fesad më të madh se sa shkputja e lidhjes së fesnore. Pra pjacek fesadin e përgjithësi, ndërsa fesadin damin e shkputjes së lidhjes së fesnore veçanti. Po tana i këtu i keni bërë në gjahiljet. Pra, a mos për lakmani me o këthyë në gjahiljet edhe njëherë, që keni qenë para së më ardhe islami, e më përhapë rëmuj, fesadë, rëmuj në tokë, dhe më shkëput lidhët fare fesnore, mës me pas parasysh kush kanë vetëm interesin e vetë, e që vërtet që ajo është fesadë, ajo është rëmuj, që gjendje për edhe një jo a. Ulaike alladhina la'anahumullah. Ata të cilët i përshkrua më lartë, që kanë të cilësi, janë të cilët i ka mallkuar e madhi Allah, janë të mallkuar. Fa asammahum wa a'ma
absarahum. Ashtu që Allahu ka shurdhuar vesht e tyre dhe ata nuk ndëgjojnë kur zbresin ajetet koranore, nuk dëgjojnë kuptim të përfitimit nga ajetet koranore. Wa a'ma absarahum, dhe ka vërbuar sytë e tyre, ashtu që ata nuk e shohin rrugën e vërtet. Pra as nuk i ndëgjojnë ajetet koranore, la ilaha illallah, dhe as nuk e shohin rrugën e vërtet, tariqul mustaqim. Pra janë në errësirë, janë në kufër, janë në lethitje, janë dalalet, janë humbje, waliyadhu billah, Allahu na ruaj. Kthehemi edhe pak tek ajeti para prak, ku thamë se Allah i madhruar e cek fesadin në përgjithësi, e pastaj e cek shkputjen e lidhjes farefisnore në veçanti. Dyjat janë fesad. Por, sikur se Allah po do m'ju thonë, atë shumë arrin fesadi juaj në tokë, dami, bëhet kaos, rëmuj, shkaktohet rëmuj, sa që nuk mund të shpëtojnë as familjarët e juaj, të afërmit e juaj, që ju keni obligim dyfish ndaj tyre. E që në mënyrë indirekte, po edhe direkte, është kërcënim i randë për të gjithë ata njerëz, të cilët nuk e ruajnë lidhjen farefisnore. Sepse Allahu po e quan fesad dhe po i kërcënon rënd, ku më pas thot ata janë të mallkuar. Andaj konsiderohet prej ajeteve koranore e që për lidhjen farefisnore Allahu flet prej surës Baqara me dhjetra herë. E se lidhjen farefisnore është prej ajeteve shumë kërcënuese për ata të cilët e shkëpusin lidhjet farefisnore apo thuaj ndryshe nuk i ruajnë lidhjet farefisnore. Edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam me dhjetra hadithe ka folur për peshën e madhe që ka ruajtja farefisit, akrabave tu. Dhe pasojat, gjunahet e mëdha, apo gjunahi i madh e shkëputjes së lidhjes farefisnore. E që dohet me kujtue njani tjetrit të gjëra. Pra këtu kanë qenë në atë zaman, e lërë më në këtë zaman dhe kanë me vazhdu e deri në kiamet. Ku njëra për gjunahave të mëdha, që njërës e kanë ba, e bojnë dhe kanë me ba, dhe vazhdojnë edhe më shumë veç në rritje, është edhe shkputja e lidhjes farefisnore. Ka thonë Ebu Bekrete radiallahu anhu, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si kam një dy hadithe vetë sa mja kujtu vetë vetës edhe juve, ma min dhembin ajdaru an yuajjil Allahu li sahibihi al-uqubata fi ad-dunya ma yadkhur lahu fi al-akhirati mithl al-baghi wa qatiyat ar-rahim. Nuk ka gjuna mëkat haram që meriton më shumë. Mia përshpejtu Allahu dënimin në këtë dynja. Mia përshpejtu Allahu dënimin ati mëkatin këtë dynja. Pa i apaku dënimin e ahiretit, kjo është shumë rëndësi, sepse në parim tek musliman, robi kur dënohet këtë dynja, i pakohet dënimin e ahiret apo i falet krejt. Për ata ne themi, s'pastrim inshallah. Kër e shet e kanë qësmu, ose kanë ndonë një bela, i kanë ndonë një kader, thu inshallah s'pastrim. Që e bjekja, s'pastrim për gjënavë që ke botë të familja jote s'pastrim. Allahu na s'pastrim në këtë dynja, me sprova, me bela, që themini me taksiratet të ndryshme, për mos me na dënua në ahiret. Dhe kjo është pjesë e rahmetit të Allahut për besimtarët.
por ju për pabesimtarët. Ja. Ata, nëse dënon këtë dynja, nuk i dënon për mja paku në heret asnjëherë. Asnjëherë. Në dynja nëse i dënon, vetëm se dënon një pjesë të dënimit, me shijun këtë dynja, pa ju paku dënimin në heret. Por të besimtarë është raport ndryshe me ta. Sepse në vlijat Allahut me gjithë mëkatet, gjënahet që i bojnë, nga se zemrën, tauhidin e kanë në zemrën. Ai që ka tauhidin e shëndosh, që thot la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, e beson Allahun, hak e pejgamberin, hak e librat e shejta, hak e ditën e kiametit, hak e xhenet e xhehenam, hak e milaçit, hak e tjera, kushtet që duhet besuar, ka imanaj. Ka imanaj. Ndryshe është ai tek i madhi Zot. Por, megjithatë, tash këtu është përjashtim. Nuk ka gjëna që më shumë meriton me përshpejtua Allahu dënimin për narët ati gjënahit në këtë dynja, duke mos e pakuar dënimin në ahiret, më shumë se sa mithlul baghi u qati'at ar-rahim, se sa zullumi dhe shkëputja e lidhjes farefisnore. El-baghju ka dy kuptime. El-baghju në kuptimin e ngushtë përdoret kur njeriu i rebeluar ndaj prisit, sikur se Khawarij që janë dalë kundër Aliut. El-baghju është personi, el-bughat janë ata persona, fraksion, ata njerëz, ato grupe të cilat rebelohen, kapin armët edhe dalin kundër shtetit. E që bjetë derdhin qak, bëjnë fesad ata, me kokat e tyne, me mendimet e tyne, të cekta, apo të vrashta, quhet el-baghi. Por el-baghi gjithashtu kuptim ma gjanë, i thojnë çdo zullumi dhe pa drejtësie që bëhet njerëzve. Andaj ruju me se bën njerëzve zullum. Ruj, jo zullumit njerëzve. Sfalet. Ta këthën Allah në këtë dynja, pa ta paku dënimin në ahiret. Kjo pjesa e parë. Po pjesa e dyshën e intereseneve këto, është qati'atur rahim, shkëputja e lidhjes farefisnore. Pra Allahu e dënon në ahiret, por për dënek edhe në dynjat, personin i cili e shkëput lidhja farefisnore. Andaj, veç këtë hadith, sa ka dhe tjera, veç këtë temë madhe, po se nuk kemë nëmë se këtë temë vete, për ata dhe nuk do të flasë më gjatë. Andaj, veç këtë hadith nëse, e ndëgjojmë ne si musliman. Mbetet pastaj hapësirë, një vlla, një motre, me leqit vllaun e motrën, e babën e nanën, e haxhen e dajën e tezën, e rrethin e parë, dytë, që e ka tretë. Ka hapësira, e së nën xhenetin ai, i tutën Zotit. Ka hapësirë me leqit, ja, s'pam vjen, s'pe shkaj, s'pam danë, s'pe du. Kjo është el-mukafe, bja rabir. El-mukafe është, ke bo mirë, bëj mirë, unë folet, fola, unë dhe dhash, mu gjinde, të gjinda, unë ndihmove, të ndihmova, unë përgzove, të përgzova, unë ngushlove, të ngushlova, një për një. Kësaj në terminologjin sheriatike thënë el-mukafe, që ja këthen, kjo është met përgjyst. Ke mira, përgjysa, e plot, është ai i cili el-wasilu, ai i cili ai zvjen të i shkan, ai së përshëndet të jep selam, ai zvjen me të pa të shkan e shë, ai zvjen për bajram të shkan për bajram, ai zvjen me të përgëzu për ndë një gëzim të shkan kur ka gëzim, ai zvjen me të ngëshlu kur ka ngëshlim të shkan kur ka ngëshlim. Po, sepse të besën Zotin hak, të nuk dën me hije brenda kërcënimit a haditheve, argumenteve sheriatike që flasin për kërcënimin e atina që e shkëput lidhën farefisnore, sepse thukam gjëna e tjera bëllë. Sot, dushu me mjaftojnë tjerat, që ndashme më dënu Zotin me to, ka më shtinë gjehnem edhe kur së më dzjerë,
ka të drejtë për gjëna tjera, po që të bile, ja nuk du me dekë. Nuk duha të vdes me gjëna. S'du të ditë kiametit me dekë, me pasën edhe një barë shtesë, si kun folë migje, si kun folë babës, pëse më ka fasu të ziki, pëse mi ka marrë 100 nërës mi ka këthy, pëse ma morë një plam tokë që ato e morë, po të mërë janë zafrime dykur më s'ki derë se ty bën ka kuaj qanë, këmë janë zafrime që ata, bile së në hanë, zotë njerën veç dhe jo njën, që tërsa nuk e njën e të mërë. Por nuk e leqit, e afërmi të afërmi. Ose hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që është sahih dhe Muslim, tash kjo është përgëzues. Men sarrahu an yubsata lahu rizquhu wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Ai i cili dën, atë i cili e gëzon fakti që të shtohet rreziku atina. Apo dën më të shtohet rreziku po njëra prej dyrëve, rrugëve, sebepeve të shtimit të rrezikut është lidhe farefesnore dhe apo dën më të zgjat jeta insalahu atharuhu zgjat jeta atina zgjat jeta atina ka disa kuptime rruje lidhen farefesnore pa të mirat të dënjas dhe pa ishi ju të mirat në ahiret për hir të asaj që ti e rrujtje lidhen farefesnore. Allahu e din me së miri, Allahu në bëj për atyre që i ruajnë lidhë farefesnore, në bëj për atyre të cilët largë fesadit, për atyre të cilët kur thonë ke besu Zotin hak thëjnë për ima, e jemi hipokriziet dyftërsi, kem besu hak Zotin, kem besu semjana o atana, dëgjuam, e kuptuam dhe ne praktikojmë. Qka do që në ordëran i madhi Allah të barëke o ta'ala në përmet Koranit, apo në përmet pejgamberit të ti sallallahu aleyhi wa sallam. Me kaq e përfundojmë këto ajete kuranore dhe inshallah vazhdojmë javën tjetër në emrin e Allahut azza wa jall. Deri atëherë, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.